Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, drejtuar nga kreu i këtij këshilli Elpiniqi Mërkuri. Përveç dy çështjeve me karakter social, dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe nga fondi kushtëzuar për muajin maj në rendin e ditës të listuara vetëm 2 projekt vendime. Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 100 data 23/12/2025 për buxhetin e bashkisë për vitin 2026 dhe projekt vendimi për buxhetin afatmesëm të bashkisë. Pas 2 orë gjysmë debat, projekt vendimi i parë. Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak për buxhetin e bashkisë për vitin 2026 ka marrë 25 vota pro, 1 abstenim dhe 6 kundër, çka nuk ka kaluar dot në vendim. Përfaqësues të administratës prezantuan dhe dhanë detaje të zbatimit të buxhetit shtesë në infrastrukturë, ndërsa përfaqësuesi e shoqërisë Vlora Invest u ndal në blerjen e 4 mjeteve motorike të lehta tip bagi, një shërbim ky për lëvizjen e turistëve në pikat kyçe të qytetit. Rruga e re, pra që lidh me një gjatësire 650 metër dhe përveç që është komplet rrugë e re dhe që natyrisht do të kap një segment të gjerë sipas parashikimit të planit përgjithshëm vendor, se aty kalon kanali Sjavit dhe natyrisht ka dhe një urë aty. Pra prandaj ajo vlera ka dalë aq në llogaritjet që është për projektin, pra detyra e projektimit. Po, ka shpronësime patjetër. Ajo kërkon konsultim, nuk është kaq e thjeshtë ajo. Patjetër, patjetër, në detyrën e projektimit ne bëjmë llogaritjet se sa del në pas kostos, po. Dhe kemi përcaktuar të gjithë elementet që kërkon një rrugë e re. Aluizmi nuk ka legalizuar ato shtëpi që i kap gjurma e rrugës, se ato kanë qenë në 2017 në planin përgjithshëm. Kosto ka patjetër, po një rrugë e re patjetër që ka kosto. Me të drejtë është ngritur kërshqetësim, por ne jemi interesuar që ku do kalojnë këto bagit. Ne jemi konsultuar me zyrën e urbanistikës dhe do vendoset te korsia e biçikletave, duke hapur xhepa të posaçëm, duke ju përshtatur dhe parametrave të bagit, në të cilën do të mundsojnë lëvizjen pa probleme të qarkullimit dhe të biçikletave dhe të bagive. Mund të hapen xhepat përgjatë stacionet të autobusit. Është e lejuar nga kondicionet urbane. Tani këto janë gjëra teknike, të cilat janë të menduara nga këta dhe do realizohen. Po. Një alternativë tjetër është trotuari sipër, të cilët mund të kalohet. Janë 2 alternativa të përshtatshme, të cilat mund të bëhet qarkullimi i lirë i bagive. Është mjaftueshme hapësirat për të qarkulluar bagi. Rruga e biçikletave duket e ngushtë dhe pa mjaftueshme për të kaluar bagi. Janë bërë matjet e duhura dhe ka rezultuar që janë të mjaftueshëm për të kaluar nga inxhinierët tanë. Që në nisje, opozita u tregua skeptike pasi sipas këshilltarëve opozitar, projekt vendime të tilla për rishikime të buxhetit 2026 janë të përhershme në këtë këshill, ndërsa kanë debatuar dhe për makinat elektrike. Me që këto po vjen për sezon turistik, gjithë turistët që vinë janë të gjithë me siguracionet pajisur. Keni në një, ta të gjënë dhe këshilltarët socialistë janë gati për ta votuar, në një bazë ligjore në qoftë se ndodh një aksident në këtë rrugë të palejueshme. Po patjetër dhe bagit do jenë të siguruara. Na jep vetëm një kod rrugor që lejohet ky badi bashkë me biçikletat, bashkë me invalidët në aq hapësirë, lejohet dhe hajtë ngrëm dorën të gjithë. Ne jemi pro turizmit dhe pro zhvillimit. Të lutem, na jep një argument ligjor në bazë të kodit rrugor, dhe hajtë ngrëm teknikisht. Dhe kaq është pyetja. Bagit kanë përmasa të cilat bagit janë me përmasa të cilat e lejojnë qarkullimin atë rrugë pedonale, se dhe neve nuk jemi. Pra na jep tu të ngrëm dorën gjithë, na jep një kod rrugor që keni marrë një konsult, tregojnë këshilltarëve të gjithë dhe ai ta votojnë. Bashkangjitë këtu, ne jemi kundër. Tani përmasat e bagit janë 3,220 me 1,360 dhe me Jo, një konsultim me kodin rrugor me kë jeni konsultuar. Po. Një përgjigje zyrtare. Është 2 metra gjërësia. Nëse ai bagi ka përmasa 1 metër në gjërësi, mund të kalojë. Është 1 metër në gjërësi. Tani, po 1,360. Po është më shumë se sa 1. Po ka hapësirë të mjaftueshme se nuk kemi çmendur le të vim këtu dhe të sjellim një projekt të tillë. Po. Po jo shumë mirë, ne ta bëjmë me vlerë debatin, jo pa vlerë debatin, po. Nëse këto 2 bagë shkëmbejnë me njëra tjetrën, një tjetër këto 2. Nuk të shkëmbejnë me njëra tjetrën. Sepse në momentin që bagi vjen, bagi do vendoset te këto xhepat që un po them që do krijohen, pikërisht për të lejuar qarkullimin. Me miratimin të këtij projevendimi dhe ne do fillojmë direkt nga puna. Kjo është ideja.
Ndryshimet në buxhetin e bashkisë për vitin 2026 mori vetëm 24 vota pro, 2 abstenim dhe 6 kundër. Çka projekt vendimi nuk u miratua për shkak të mos plotësimit të kuorumit nga socialistët. Po kështu dhe programi buxhetor afatmesër 2027-2029 nuk arriti do të miratohet, pasi mori 25 vota pro dhe 5 kundër. Kështu duket se vetë socialistët nuk ishin dakord me këto 2 projekt vendime.